Shqipëria nuk është më duke parë nga qoshja, por duke qëndruar me vetbesim të jetë ambicioze dhe largpamëse, sepse realiteti ka ndryshuar. Shqipëria nuk shihet më si një cep i largët në hartën më, por si një vend ku gjërat ndodhin, ku reformat nuk janë premtime por praktika, dhe ku ndërrime, transformimet nuk janë slogane por fakte të përditshme. Ne kemi hapur të gjithë kapitujt e negociatave me BE-n në një kohë rekord, e kemi dyfishuar buxhetin ton, GDP-n ton, ndërkohë që deficiti ynë është në nivelet më të ulura të mundshme. Gjithashtu edhe një sektor në rritje të turizmit, gjithashtu kemi edhe një sektor i cili ku po rinovojmë infrastrukturën tonë nga portet deri tek ekurudhat dhe po shtyjmë transformimin digjital me një shpejtësi marramense. Po e bëjmë të gjithçka duke luftuar korrupsionin, duke modernizuar shtetin, ndërkohë që pagat po rriten dhe industria ushtarake po rilind dhe po fillon me disa hapa shumë të mirë dhe kjo po ndodh hap pas hapi mes punës, besimit dhe historia jon e rritjes nuk është sasiore por cilësore. Ne po ndërtojmë një ekonomi që matet jo vetëm prej vëllimit, por prej vlerave, prej produktivitetit dhe prej inovacionit, dhe mund ta themi me qartësi këtë gjë dhe me krenari. Dhe gjithashtu investimet huaja direkte në vitin 2024 arritën një presje 58 miliardë euro, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë, dhe tendenca vazhdon në rritje edhe në vitin 2025. Sot Shqipëria është pikërisht ky destinacion, pra një vend, një destinacion me stabilitet, me qartësi dhe me drejtim. Ne po e kthejmë vendin ton në një korridor zhvillimi nga veriu në jug.